Kur jemi te familja, ne kemi një surprizë të bukur për ty, edhe të ftoj që ta ndjekësh. Është e shkurt, po shumë e bukur. Doj kjo video shumë pak për me tregu sa shumë du, je një prej njerëzve më të rëndësishëm në jetën tam. Faleminderit shumë për gjithçka që ke bu për mua, më ke qëndru afër edhe më ke ndihmu kur kom pas nevojë. Veç desha me thonë që du shumë. Po i shoh emocionet e tua, jeton, dhe më duket se të gjeta një nga pikat e tua dopta. Është mbesa. Çfarë të emocionon më shumë ti nga kjo çfarë tha ajo? Dhe mirënjohja që të dha aty si daja i saj. Falë, po... Jo, është krejt e kuptueshme. Emocionet janë gjëja më e bukur që mund t'i përjetoj një njeri. Mbulli mirë qysh edukohen fëmija, unë i kam ma të vegjel, edhe janë shumë në rrugë të mbarë, po që me këto, kur flasë, emocionona pak ma shumë. E di, edhe e kuptoj krejt këtë, sepse e di që edhe ardhja e tyre në jetë ka qenë një pritje pak më e gjatë, e di që motra jute ka kalu në disa peripeti, në disa vështirësi shumë të mëdha, e di që atë të dyja kanë ardhur në jetë. Po, Me disa vështirësi, por finalja është e bukur dhe mua më gëzon shumë ky fakt, që motra ka rritur 2 vajza të mrekullueshme, të cilat... Po, 3 vajza janë, është edhe... Janë shumë mirënjohëse. është Hira, Sara edhe është Dua. Edhe janë fantastike, normalisht që unë i kam edhe 3 fëmijë të motrës tjetër, që është Leona, Syari edhe Drena. Po janë shumë fëmijë të mirë, abdin edhe unë po besoj që më lejohet nashta kjo emocion kuptimin se për fëmijët adin po mundohemi, po punojmë edhe po provojmë me bo gjithçka, por që është ndjeni mirë që janë edhe që i kemë. Kjo menaj që është komplet gjëja. Unë më thonë drejtën nuk e kësha menu që në herë më rinë dikush me më mështi me kaj në studio, sepse na me shok e diskutojna pak. Nashta po thojna pak si shëshnikin arshit se cilin studio shka konë. Ndoshta na ka mungu, dhe kjo pëse s'po e shojmë nga këndvështrimi tjetër që ndoshta jemi njerëz që shumë shpesh dim t'i mbajmë emocionet mbrenda dhe në duket sikur nuk jemi më ashtë rëndësishëm në qoftë se emocionohemi dhe... Jo, në fakt... Dhe ashtë fort. Në fakt, na që jena ftyra të ekspozume mediatikisht, këto pjesë mund të shkëputen të dekontekstualizohen e ki parasysh tash 10 po inxhinieron gjithçka edhe po e shoh një trend viktimizimi, ndoshta që është në media tona. Unë si natyrë as s'kam qef më viktimizu as 5 fore se do heq për atë punë, po ideja është kur i shoh fëmijët që po rriten, po kanë sukses, tani nga njëherë janë edhe lot gëzime e ki parasysh. Sigurisht që po.